Dhe besoj që keni kaluar një javë të mirë edhe keni qenë me shëndet mirë gjatë këtyre ditëve. Po, patjetër, ju faleminderit i nderuar moderator Avni i radiojetësislame.com. Kënaqësi e veçantë pra që të jemi së bashku edhe në këtë takim të radhës në radiojetësislame.com me ju pra unë vllai juaj i përjavshëm në këtë radio, Imami Magjistër Arbër Berisha. Kënaqësi e veçantë pra që të jemi sërish në ligjëratat tona të radhës javore çdo të ejte ora 20. Pra siç e kemi filluar me komentimin e surës Yasin për disa javë, pra u bën disa javë që jemi duke komentuar këtë sure, ajetet e kësaj sureje, dhe duke u ndalë në çdo ajet duke diskutuar më gjerësisht për çdo ajet, kemi arritur në përfundim, pra jemi në faqen e fundit të surës Yasin, kështu që shpresojmë tek Zoti ta rrebullaksojmë, pra t'i bëjmë një rrebullaksim kësaj sureje, dhe pa humbur kohë unë do të filloj me që kemi hyrë në minutat e para. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillah hamdal kamilin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. Falemderojmë për Allahun xhaleshanuhu i cili na krijoi dhe na bëri krijesa me intelekt, na dha mendjen dhe na dalloi nga gjitha krijesat me mendje. Paqja qoftë mbi Muhamedit alayhis salatu wassalam, mësuesin ton të dashur, i cili erdhi si mëshirë për mbar njerëzimin, i cili është khatamun nabiyyin, pra është vule gjithë pejgamberëve, dhe s'do të ketë pejgamber më pas tij. Besimtar ndershëm, pra siç kemi filluar me komentimin e surës Yasin, dal nga dal kemi ardhur drejt përmbylljes së komentimit të kësaj sureje. Dhe sigurisht sikur njeriu që e ka lindjen e tij, e ka rritjen, pastaj ka, pra siç e ka penjë në dobësi, në forcë, pastaj sërish në dobësi dhe kthejmë tek Zoti xhaleshanuhu. Pra ne jemi krijesa të Zotit dhe një ditë do të kthehemi, do të ndrojmë pra jetë dhe do të kthehemi tek Allahu pa pikën e dyshimit. Kështu çdo gjë që ka fillimin e ka dhe fundin. Dhe i vetmi është i pari që s'ka fillim dhe i fundit që s'ka mbarim është Allahu xhaleshanu. Prandaj besimtarë ndershëm, dal nga dal pra arritëm tek ajetet e fundit surës Yasin, të cilat do t'i komentojmë sonte së bashku. Thot i madhreshmi Allah pra në surën Yasin ajeti 71 me radhë. Bismillah. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. A nuk e shohin ata se nga ajo që ne vetë shpikëm u krijuam atyre kafsh që ata i kanë. Kjo fjala awalam yara që kemi diskutuar edhe në ligjëratat e mëhershme, shpesh herë njerëzve u anxitat kurreshtjen apo intelektin për t'ju tregu pra këtyne njerëzve, për t'ju thënë, a nuk e keni pa pra, a nuk e keni shikuar pra ato të cilën unë pra ja u kam bë pra të gatshme apo ja u kam bë të përshtatshme për ju, dhe nuk pra shprehja e uelem njera, a nuk e keni par. Për shembull, shpesh herë vjen Kur'an. Për shembull, a nuk keni parë se çfarë bëri Zoti me popullin e Themudit, Adit, a nuk e keni parë, pra ju drejtohet gjithë njerëzve pra. Do thotë a nuk e keni parë. Pastaj kur Allahu drejtohet njerëzve, por edhe neve si muslimanë dhe gjithë atyre që lexojnë dhe studiojnë Kur'anin, kur thotë e ulem yara, a nuk e keni parë,
u nxit kurreshtjen, por i bën ata që me meditu, por të njëjtën kohë i bën që ata të kthehen një analizë studimore dhe të shohin gjanat. Sikur dikujt na si thuhet për shembull, kujdes, a nuk jetoj pa rrugën, kujdes, kalo ka kjo anë, apo a nuk e keni pa për shembull përfundimin atyre të cilët ishin përpara jush, ose a nuk e keni parë përfundimin e këtij populli i cili punoi me drejtësi, se si përfundojnë në përfundim të mirë. Prandaj pejgamberi alayhis salatu wassalam thoshte, luteni Zotin që t'ua bi i madhi Allah përfundimin e mirë. Prandaj çdo njeri prej nesh duhet lutemi që të kemi përfundim apo fund të mirë. Victor Hugo thoshte, të këqinjt kanë lumturi të zezë apo kanë fundin e zi. Prandaj Muhamedi alayhis salatu wassalam dhe në momentet e fundit bënte dua, lutej dhe thoshte amanetin salat namaz. Pra, edhe në momentet e fundit ju kujtoj ke mirësin njerëzve dhe u linte amanet pra namazin, sepse namazi e rregullon njeriu, nuk e shëmton njeriu. Kan nuk e rregullon namazi, e shëmton namazi sigurisht. Dhe pra ju drejtohet njerëzve, e walam yarau anna khalaqna lahum. Khalaqna është shpikje apo krijim. Krijim, pra krijimtarin që ka kriju Allah. Çka ka kriju Allah? Alladhi khaliqu kulli shay, pra Allah është krijues, për emrat e Allahut është Khaliq. Khalaq, pra krijues. Khalaqal insan, për shembull Allah ka kriju njeriu. Pastaj thot khalaqna lahum, pastaj thot e kemi kriju për ju, pra an'am, çka është an'am? Kafsht, pra Allahu ka një emër, për emrave të tij është krijuesi, pra që ka krijuar. Pastaj min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab. Për shembull na vjen kjo edhe në ajete të tjera, për shembull, që na ruaj Allahu prej sherrit të krijesave që Allah i ka kriju. Pra na ruaj prej sherrit min el jinni wal ins, shejtanun min el jinni wal ins, na ruaj prej sherrit domit prej gjinëve dhe njerëzve qoftë ai sherr. Pra të na jep hërin e krijesave që Allah i ka kriju. Pra Allah është krijuesi, Allah ka kriju çdo gjë, dhe ato gjërat që Allah i ka kriju, Allah të na jep dobinë atyre gjërave dhe të na largoj prej dëmit të atyre gjërave. Pra Malikin nas, Zoti i njerëzve, pra na jep mirën, na largoj të keqen e atyre gjërave. An'am, Zoti ka zbrit një suratu Al-An'am, që flet për kafsht. Dhe tregon për llojet e kafshëve, tregon për atyre që zbuten, për atyre që i përdorni për kalirim, për atyre që i përdorni për ushqim, i përdorni për kalirim, për hecje, për mjet e udhëtimi, kuptohet? Pra gjitha këto. Për shembull Muhamedi alayhis salatu wassalam i ka dashur kafshët, por ka dashur edhe devet. Dhe i ka specifikuar dhe ka thënë devet e kuqe. Pse devet e kuqe? Për arsye se ato kanë qenë më të shpejta. Si me thonë tash ditë sotme, makinat e shpejta që punojnë mirë dhe nuk harxojnë shumë, por edhe janë efikase. Pra i ka dashur në atë kuptimin se kanë qenë shumë produktive për punën që kanë bërë ato dhe funksionin që kanë bërë ato në atë kohë. Pastaj Muhamedi alayhis salatu wassalam tregon për kafsht, përveç asaj kafsht i ka kriju Allahu për dobit njerëzve. Sigurisht pra për kafshve kemi dobit mëdha. Dhe Allahu jep hajër të madh kur na pra i përdorim ato për hajër. Për shembull në një rast duhet t'ju tregoj një histori shumë interesante për kafshët. Sulejmani alayhis salam thuhet ka qenë në një rast duke i krahu apo duke i pastru kualt duke i ledhatu, i ka dash shumë kuajt Sulejmani alayhis salam, dhe i koha namazit, i kalon paksa
Edhe kur merr vesh që i kaloj koha namazit, ju bërtet kualve thot, Allahi ju drejtoft, qyshëm hutut, u mashtrova mas jush edhe lash namazin, nuk mujta me fal tamam kohë caktume, jo që la krejt namazin, po në kohë caktume. Edhe tha, me të vërtet, ju jeni dekolteja apo zbukurimi i kësaj bote. Normal, Allah i kalon kafsht për këtë botë. Por, treguhet në një hadith pejgamberit alayhis salatu wassalam lidhje me kafsht prap, thot ka prej kafshëve që ju kanë bën zullum kafshëve në këtë botë. Për shembull, ka kafshë që janë me brina, që i kanë shpu ato që janë pa brina. Edhe ditën e gjykimit, Allahi tregon drejtësinë e tij, i thot asaj që u kon pa brina, ja nën brinat asaj, edhe asaj ja hek dhe thot tash ti më shoj kësaj merr hak. Çe drejtësinë tonë në vend. Kafsht përdoren për shembull, pejgamberi selam ka tregu për devet, ka tregu për delet, për shembull, për qumshtin. Qumshti çfarë do bish ka. Pastaj kafsht që përdoren në jetën tonë përditshme, të cilat na shërbejnë në jetën tonë përditshme, kafshë të ndryshme, kafshë normal që ndahen, kafshë shtëpiake, kafshë që janë përdoren për mjete pune, udhëtimi, apo kafshë përmes të cilave ne marrim tamlin, ushqimin, pastaj kafshë të cilat i therrim për mish ngrënje, i bëjmë kurban, e shumë tjera me radhë. Pastaj vazhdon ajeti pra ajeti i 72 me radhë pra, thot وَذَلَلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Pastaj sërish fleti i madh i Allah për kafshët dhe u bëm ato që tu binden atyre, e disave prej tyre u hipni, ndërsa prej disave ju ushqiheni. Pra, janë disa të cilat thot i përdorni si mjete udhëtimi, por prej disave që ushqiheni. Dhe kjo pra është për mirësive të Allahut, kur dihet se mirësitë e Allahut janë të panumërta, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, nëse përpiqeni të numëroni të mirat e Zotit, ato janë enumerike, janë të panumërueshme dot, nuk numërohen dot. Dhe Allahu pra i ka lënë ato në dobinë tonë që ne pra të ushqehemi me të, të kalerojmë, të udhtojmë me të, të kryjmë punë me të, të ngarkojmë pra, dhe shumë dobi të ndryshme që i kemi prej tyre. Por edhe sot tash, për shembull, edhe pse janë makineri të shumta, kerrët, makinat, mjetet të transportit ndryshme që janë me naftë ose me benzinë, prapse kafsht kanë funksion. Për shembull, kanë funksion se shembull i përdorim për mishngranje, pastaj i përdorim edhe për tamël, për qumsht pra. Qumshti bëhet djathë, bëhet gjiza, bëhet kosi, bëhen produkte ndryshme që ne ushqehemi në jetën tonë të përditshme. Pastaj mishrat e llojet e mishrave, ndaja, cilësia, klasifikimi e tjerë. Përdoren pastaj lëkurat e tyre, lëkurat të cilat ka shumë prej tyre që bëhen këpuca, bëhen veshje, bëhen rregjen lëkurat. Pastaj pejgamberi alayhis salatu wassalam ka treguar për kafsht, ka thonë që edhe nëse kafsha ngordh, është ka ngordh pra ka cof, lejohet sipas disa transmetimeve që lëkurën me ja marrë, me ja rregj me kryp, me ja pastru edhe me përdor për domethënë me përdor për një jetën e përditshme ku të hyjnë në punë. Pastaj industria e tekstilit, e pambukut, e këtyre leshit që përpunohet, tjerja, tërhollimi, industria e tekstilit i përdor ato në veshje, në këpuca, në lidhse, në veshmbathje, në çorape, në meste, në shumë gjëra të cilat hyjnë në jetën tonë të përditshme. Alhamdulillah, falënderimi takon Zotit që na ka bërë të mundshme ti shfrytëzojmë ato dhe ti kemi ato në dobi të
njerëzimit në dobi tonë, në dobi të shoqërisë. Pra, dhe u binden, pra, subhanallahu, këtu i madhreshmi Allah ka nxjerr një lloj fshetësia, me thënë tash fshetësi jo, po ka tregu se edhe kafsha bindet, subhanallah, a ka njerëz që janë mazise ulaike kal an'am, që thot Allahu në Kur'an, janë mazise kafsht. Si kafsht janë, por edhe më keq se kafsht. Pse nuk binden, pra? Ju bjen argumente, ju bjen fakte, ju bjen gjëra të ndryshme, prap nuk bindet, që nuk bindet, pra, dhe subhanallah, edhe kafsha ka instinkt dhe ka, pra, edhe kafsha kur bën marrëdhënie, për shembull mshefet, apo kur bën gjëra ndryshme mshefet. Kurse njerëzit, ka disa njerëz që me të vërtet nuk ta shkojnë mallin e njerit as të kafshës. Allahu na ruaj me të vërtet gjendje e rënd kjo. Pastaj vazhdon, pra, ajeti pra i 73 prap sërish, pra tregon i madhreshmi Allah dhe thot walahum fiha manafi'u wa masharibu afala yashkurun. E ata kanë edhe dobi tjera në to, pin, pra, tamel qumsht prej tyre. A nuk duhet të falenderojnë? Pra, afala yashkurun. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, thot Allah në surën Rahman. Atë mirat e Zotit po i mohënja. Allah ju dha gjitha këto të mira, kafshë të zbutura, me hyp, me i kalerum, të hipnin të, të utoni me të, të pinin nga qumshti tyre, të marroni produkte ndryshme, ushqime ndryshme prej tyre, të hanim nga mishi tyre. E gjitha këto të mira që Allah i madhi Zot, e fala yashkurun, s'po falenderoni, ja. Është për të ardhur keq nga këta njerëz të cilët shumë pak e falenderojnë krijuesin që ka kriju kafsh, ka kriju bim, ka kriju ujin e gjëra ndryshme në dobi tonën, dhe pak thon për shembull kur ulet njeri që i lan duart edhe thot bismillah, nuk thot në fund alhamdulillah, me falenderu për Allahun, me i shpreh falënderim të madhit Allah që i dha ushqim, që i dha nimete, që i dha. Pra këta njerëz bajnë kufrun ni'me, i bin prap mirave të Zotit me shkelën. Zot runa nga këta njerëz të tillë, të cilët pak janë pej robëve shakirin, pra falenderus. E fala yashkurun, pra nuk jeni që falenderoni. Edhe këto janë, pra, si në formë pyetësore vinë në fund dhe thonë, a nuk po falenderoni? A në njëri që ta bën ty një dhuratë ose një hedi ose një diçka 10 herë të falenderit shumë, ta pa qa borgj, shumë falenderit, më ke bën nder, më ke nderu, do të nderoj 2 herë, 3 herë, 10 herë. E të madhin Allah që t'i dha gjitha këto, ta dha mendjen, dha ujt, dha kafsh, dha këto, gjitha këto, e numerike, gjitha këto të mira, një herë nuk po përmallohesh me Zotin me rëndësish dhe falemderit o Zot. Falemderit, oj madhe Allah që më ke dhanë dure, sy e ka me dore, hunde veshe, më ke dhanë mrekullit më dhaja. La ilaha illallah. Pra pak janë pi falenderusme. Prandaj, ulemaja, gjumhuri, sahabët, tabiin të gjithë me radhë kanë thënë, thuni shpesh alhamdulillah, se Allahu do t'u ashtoj të mirat. La in shakartum la azidannakum, thot Allahu në Kur'an, do të shprehni pra falenderime, Allahu do t'u ashtoj të mirat. Pra nëse ju falenderoni, Allahu non stop ja ushton. Allahu ka shumë. Nahnu al-fuqara wa anta al-aghniya. Ne jemi të varfër i madh i Zot, ti je i pasur. Kush i thot vetë Zot ditë sotit? Ja, unë thot kam pasuri, kam 100 banesa, 200, 300, kam kerr, kam këto, kam ato. Kur gjas këti? A i vjen sejdë Allahut? A i njeh Allahun? Jo se njeh. Ti s'ke kur gjë. Ty ka me të zonë vdekja, edhe mu edhe atjetrin. Si ato që rnën me qero, ose ato që i ka 100 banesa, ose ato që i ka 1000 biznise, ato deka ka me zonë, ty deka ka me zonë,
Inna akramakum indallahi atqakum. Cili më ngrituni, ai që është më i devotshëm. Ti porën e ke dunjën se pash nëse s'ki devotshmëri dhe nuk e falenderon Allahun, badihova e ki. Ne kemi treguar dhe do ta ritregojmë disa herë rastin e Karunit. Karuni ishte pe pasuzëve të Musës alayhis salam. Por e mashtroi pasuria. Edhe harroi me falenderu, por nuk e falenderoi hiç Zotin, po tha unë vetë i kam bën këtë. Një ngjarje shumë e dhëmshme kjo, e lemërisshme kjo, për shkak se ky njeri u mashtru shumë pe shejtanit të mallkum. Pra, la in shakartum la azidannakum. Thot i madhreshmi Allah, pra, të më falenderoni mu, unë do t'u ashtoj të mirat. Do t'u ashtoj pa mas. Elhamdulillah. Prandaj duhet themi shpesh o besimtar elhamdulillah. Elhamdulillah, faleminderit o Zot. Pra, menafiu wa masharibu. Pra, menafiu është dobi, pra, që pini për tyre. Sharib, pra, që pini për tyre. E falaja shkurun, pra, tu t'jeni prej robëve abden shakura, pra, robëve falenderues. Pastaj vazhdon ajeti 74 me radhë dhe thot: "Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun." Po shkojnë e në vend të Allahut të adhurojnë zotat të tjerë me shpresë se do të ndihmohen prej tyre. Allah Allah. Shkojnë pra gjajnë zotat rrejshëm, adhurojnë statuja, vorre, fotografi, hajmeli, mur, zet, fotografi, lop, viç, sukur adhurun kohën e Musës, viçin, kafshën, vendësim me përdor kafshën për ushqim, për asi siç thot Allahu në Kur'an, ose siç kanë qenë urdhëresat në Tevrat që kafshët mu përdor për dobi, për ushqim e për tjera, çka bën e adhurojnë, estagfirullah. Pra kërkojnë zota çka? Zota të tjerë, të rrejshëm, pra. Po shkojnë e vend të Allahut, pra, bojnë ibade. Pra, i bojnë ibadet tjetër kuj, pra adhurojnë tjetër kanë, se me shpresë që mos pëndimohen prej tyre. Subhanallah, pra, çfar mënzyre, çfar katrahure, çfar batërie vërtet. Ë? Pra një ngjarje, një mesazh trumbetues i frikshëm, i panikshëm, i tmerrshëm, pra i me të vërtet që një ngjarje e cila është më dhënë se me dhe njerëzve të shekullit 21 që sot edhe pse gjithë kjo teknologji, gjithë ky zhvillim i madh, ende adhurojnë statuja, vorre, adhurojnë njeriun në vend se me adhuru pra krijuesin e njeriut, që është Zoti infiniti, i pari që s'ka fillim dhe i fundit që s'ka mbarim. Kur dihet se Allahu thot Kur'an, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an. Mos adhuroni tjetër kënd, pra, mos i bëni ibadet tjetër kujt vetëm Allahut. Ja ayuhan nas ubudu rabbakum. O ju njerëz, adhuroni Zotin e juaj. Gjithë njerëzit po përjashtim po i thot Allah. Zotin e juaj që është Allahu, që është një, që nuk ka zot tjetër veç tij, që ka krijuar qiellin e tokë, hanë e diell, ka krijuar njerëzit, kafshët, ka krijuar çdo gjë që e shohim dhe nuk e shohim me synët e tanë të kufizuar. Pastaj vazhdon pra ajeti i 75 me radhë dhe thot: La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdarun. Ata nuk mund të ndihmojnë atyre, por këta i dhujtarët u janë bërë ushtri e gatshme e tyre. Ushtri vallaj, pa pikë dyshim. Ushtri, pse ushtri? Pse ai çaq shumë ja ka bën kamuflazh trunin, kokën, hipnotizua dhe bën vibrim total, saqë njërin e ka bën si Zot. Estagfirullah. Çka ti thot ai? Me bë ai bën. La ilaha illallah. Pra të qash poshtë ka ra, nivel qash rëndom të ka ra, sa ka fillu me adhuru pra njërin ose gjallësen, krijesen e jo krijuesin. Ju ka robëru krijesës
dhe nuk ju ka nënshtruar dhe bind krijuesit. Allahu na ruajt pra. Gjendje e rënd kjo gjendje. Janë po pra ushtri e gatshme. Tagut, fjala tagut, pra na vjen në surën El-Bekare, tagut pra janë ata të cilët janë rënë në gjendje shumë epidemike, shumë kaotike, shumë kolapsuse, rënuse, në një humner të thellë, në një errësirë të thellë. Pra janë bërë ushtar të të mallkumit dhe të idhujtarëve. Idhujtarët pra të cilët edhe ushqimin e kanë të ndyrë. Allahu na ruaj. Pastaj pra ata nuk mund të ndihmojnë pra atyne. Kush ndihmon? Ndihmon vetëm Allah. Khairihi wa sharrihi min Allah Ta'ala. Çdo e mirë, çdo e keqe, çdo sen është pe Zotit, është në kader të Zotit, është në caktim të Zotit. Asgjë nuk mund ndodh pa lejen e Tij. Pra Allahu ka në kontroll çdo gjë. I qofshin fal, dhe ai ndihmon robët, i drejton robët pra në rrugën e drejtë dhe i ndihmon ata, sepse Allahu pra është i vetmi ndihmëtar. Pastaj vazhdon ajeti i 76 me radhë dhe thot: "Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun." E ty të mos brengosin thënjet e tyre, ne dim çka mbojnë ata fshet dhe çka publikojnë. Normal, edhe në kohën e Muhamedit alayhis salatu wassalam, edhe në kohën e Nuhit alayhis salatu wassalam, për shkak kohën e Nuhit, folshin toni far fjalësh për Nuhin, thëshin budallë, thëshin tipo marrën anije në vend se s'ka gjasa më ardhuje. Pastaj në kohën e Muhamedit alayhis salatu wassalam, thëshin poet i çmendur, njëri që don me ndryshu gjoja me sjell diçka të re, jetu fol marzina, e andej e këndej. Po, ty mos të vrengosin kauluhum, pra, fjallët e tyne. Pastaj, më ka shumë njerëz që e akuzojnë fejnë islam, e akuzojnë u gjallart, e akuzojnë njerëz që falin namaz, thonë, ka bo budal, pa shka në gjami, kur gjo puna tina. O, ky budal, ky ashtu. A që ky budala, që për ju thoni ju budal, kanë mësua Nikola Koperniku në Galileun për planetin tokë. Shkollat e Alidrizit. Pastaj që ta musliman që i kanë udhëheq botën dikur, me shkencë, me dije, me pedagogji, që ta e në konë që kanë punu me Kur'an. Nëse na punojmë me Kur'an, me fjallën e Zotit Teala, që është solucion zgjidhje për gjithë njerëzimin, nëse ne punojmë me drejtësi, me shkencë, me pedagogji, do të na shohin hajrin gjithë njerëzit. Do të kenë dobi gjithë njerëzimi, sepse kjo është fjallë e Zotit, edhe është zbritur për umetin e Muhamedit alayhis salatu wassalam, jo vetëm për Muhamedin, por përmes Muhamedit që ta mësojmë edhe ne këtë fjalë të madhit Allah dhe ta vëmë në praktik në jetën tonë të përditshme. Pra, ky është që mos brengosin fjalët, mos ngushtohemi. Prandaj edhe Muhamedit alayhis salatu wassalam i thotë i madhi Allah: فإنك لعلى باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. A don të çmendesh o Muhammed? Don të çmendesh pse këta nuk i besojnë këtij ligjërimi i Kuranit, këtij tregimi të vërtet? Jo. Mos u brengos. La tahzan inna Allah ma'ana. Pra Zoti është me ne, Allahu është me ne. Mos u brengos. Ti thuaj të vërtetën. Ku do të qetësesh? Në mal, në fush, në kodër, në qytet, në fshat, në shtëpi, në zyre, në punë, në jetën e tënde të përditshme, thuaje fjalën e vërtetë. Thuaje drejtësinë se Allahu është me ty. Thuaje të vërtetën se Allahu i don njerëzit e drejtë, i don njerëzit që i përmbahen të vërtetës. Thuaje të vërtetën, qoftë edhe ajo kundër teje. Thuaje drejtësinë, qoftë edhe ajo kundër teje, sepse Zoti do të zbret mbi ty mëshirë të madhe. Bënu si Jusufi alayhis salam, i cili e tha të vërtetën, dhe Allahu e ngriti shumë nalt. Bënu pra
si pejgambert e Zotit që e thanë të vërtetën dhe Allahu i ngriti shumë lart. Bënu edhe si njerëzit e thjeshtë të cilët e thanë të vërtetën, ju përmbajtën të vërtetës dhe Allahu i ngriti shumë lart. I ngriti në një derajat, pra shkallë shumë të lartë. Pra, Allahu e din çka ata mojnë fshehet dhe çka publikojnë. Allahu është i mirë njohur mbi veprimtarinë e tyre. E din shumë mirë çka mshefin ata në zemrat e tyre, mendjet e tyre, çka planifikojnë ata dhe çka duan me bëj ata. Allahu e din dhe është shumë mirë i njohur me këtë gjendje. Mirë po, do të vjen dita që do të gjykohen të gjithë dhe do të japim llogari të gjithë. Po përjashtim. Pastaj pra vazhdon pra ajeti 77 me radhë dhe thot i madhrishmi Allah subhanahu wa ta'ala: "Awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin." Allah Allah. Me të vërtet të ajete madhështore. Thot i madhrishmi: a nuk mendon njeriu se ne e krijuam atë prej një pike uji fare, kur që ai kundërshtar i rreptë? Pra ne e krijuam njeriu prej një fare, nutfa. Pra krijuam njeriu prej një uji të vazhdizuar, pastaj thot i madhi Allah: "Khalaqal insana min 'alaq." Thot i madhi Allah në surën Ikra, surën Alaq. Thot e krijuam njeriu prej një gjaku të ngjizur, prej një fare që hidhet dhe del prej shpinës Ademit. Pra e bëm njeriu të gjallë, e krijuam njeriu thot Allah. Kur ai që kundërshtar i rrept. Subhanallah, pra krijimi i njeriu. Nëse dikush ju pyet rreth ringjalljes, kthehuni tek krijimi. Pra nëse dikush ju pyet rreth ringjalljes, kthehuni tek krijimi, sepse pa pik dyshimi Allahu xhaleshanuhu do t'ja u jep urtësinë njerëzve të meditojnë më shumë, sepse vetë krijimi tregon për ringjallje. E bën njeriu pra inna ma amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Kur don Allahu diçka e mi bë emër apo diçka të ngjashme me të, i thot kun fayakun, bëhu, dhe ajo pa pikën e dyshimit bëhet me lehen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj besimtar ndershëm, krijimi i njeriu është me të vërtetë një mesazh i fuqishëm. Pse njeriu është krijuar, cili është qëllimi i ardhes njeriu në këtë jetë. Pastaj etapat tregon i madhrishmi Allah se si njeriu kriju në barqet e nanave dhe se si njeriu është kriju pra në formën më të bukur pe formdhënësit prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj Allahu xhaleshanuhu tregon se si ky njeri që u kriju pe kësaj fare apo pe kësaj pike, siç thot Muhammed al-Ghazali, një dietar islam, thot pe një prej çkahit jam kriju, thot si njeri dhe ne si njerëz prej çkahit jemi kriju. Jemi kriju, thot, pe një pike, sikur ajo pikë të binte në pantallonat apo në rrobat tona, do të duheshin detergjent apo do të duhej shumë për t'u la, për t'u pastruar ajo rrobë. Pra pe kësaj jemi kriju ne. Dhe kjo është mesazhi se Allahu prej hiç gjës bën gjën, bën diçka, bën jo vetëm diçka, po shumë çka. Po të shikoni vetëm qelizën e njeriut, se si është ndërtuar ajo. Ajo është me të vërtetë një mrekulli në vete. Wa fi anfusihim, thot Allahu, të vërtetën do ta shihni edhe në vetët e juja. Se si jeni kriju ju në barqet e nënave, se si jeni kriju ju pe një fare, se si jeni kriju pe një pike, pra, se si jeni kriju ju edhe ju bani Allahu të gjallë. La ilaha illallah. Po të shikoni pra veç njeri qysh fillon pra etapa e parë, e dytë, e tretë, e katërt, me radhë krijimin e njeriut, nëse ndalemi dhe studiojmë,
Vallahi e kuptojmë se Allahu ka fuqi të madhe, edhe ka kriju çdo gjë me mjeshtri të madhe. La ilaha illallah. Dhe kjo është pra për argumenteve që flasin që njeriu të mendoj. Pra, e ulem yara, prap po thot pra, ha? Në fillim ishte e ulem yara anna khalaqnahum mimma amilat aydina an'aman. Pastaj po thot e ulem yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin. Thot, a nuk përshikojnë njerëzit se si ne e krijuam për ata kafsh, t'ju hypin atyre kafshve, të ushqehen për atyre kafsh. Pastaj thot, a e ulem yarol insan, pra, a nuk përshikon njeriu prap, thot, prap nuk po mendon njeriu, e fala ta aqilun, pra, s'po mendon njeriu. O njerëz, a nuk po mendoni? O dëgjues, tash që po na dëgjoni, a nuk po mendoni? Subhanallah, Allahu çka ka kriju? Allahu ty që të ka kriju, ti je mrekullia Allahut. Ti je dashuria vetë, Allahu të ka kriju me dashuri, me hakikat. Me drejtësi të ka kriju i madhe Allah. Mendon njëherë si nuni. Si nun, bon si nun. Nuni, çka është nuni? Nëse dikush për ju shedini si që shkronja nuni është si hark dhe një pik. Ky hark është jeta njeriu, ciklike. Pika çka është? Pika është pika që ti do të kthehesh tek ajo pikë. Tek ajo origjin do të kthehesh tek Allahu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ne jemi të Zotit dhe tek Zoti do të kthehemi. Gjithë jeta jote, gjithë kjo jetë për ty është një test. Gjithë kjo jetë për ty është një kronometër kohor që matet koha jote me pikatore. Koha jote matet me milimetra, me nanometra. Mbatet dhe shihet se sa ti po hec në hijen e Kuranit dhe Sunetit. Sa ti po hec në rrugën e Allahut. Ti si besimtar sa hec në rrugën e Zotit Teala. A keni pa ai atleti që bën vrap? Ai vrapon shumë vrapon për ta zënë finishin. Ti sa po hec për ta zënë xhenetin. Ti as nuk po hec drejt xhenetit, e jo më të vraposh drejt xhenetit. Prandaj, sa po vrapon ti ta zësh finishin? A nuk je pra ti që mendon që Allah pra të krijoi ty në formën më të bukur? Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Pra ne e krijuam njeriu, ne ngritëm shumë lart njeriu, shumë lart njeriu ne ngritëm. La ilaha illallah. Po njeri ul veten. Dhe sa gabimtar që jemi. Prandaj ne duhet të kërkojmë falje Allahut subhanahu wa taala dhe të pendohemi vazhdimisht. Të kërkojmë istighfar vazhdimisht. Pra e ulem yara, as pe shohin. Alam tara, as pe shikoni. Ano, kjo është me shiku, njeri kur shikon, jep mesazhin trurit, pastaj truri flet me zemrën, me shpirtin, me metabolizmin, me qenien njerëzor dhe njeriu reflekton dhe mediton rreth krijimit të tij. Pra lufta më e madhe është me vetveten. Pastaj tregoni madhrishmi Allah, vazhdojmë pra ajetet, këto ajete pedagogjike, mësimore, shkencore. Thot i madhrishmi Allah, thot wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyi al-idhama wa hiya ramim. A nuk mendon njeriu se ne e krijuam atë pra pe një pik uji fare, kur që ai kundërshtoi rrep, ai na solli thot neve, wa darab lana, pra shembull, ne rrehi këtë shembull, ne boni terbie këtë shembull, ai na solli neve shembull, e harroi krijimin e vet, e tha, kush e ngjall eshtrat duke qenë ata të kalbur? Erdhi në njeri i dhujtarën kuën e Muhamedit alayhis salatu wassalam, dhe kishte emrin pra Ubej ibn Halef. Pra vjen te Muhamedi alayhis salatu wassalam me një asht të mykun njeriu dhe duke u tollur i afron drejt pejgamberit e i thot: a mendon ti o Muhammed se Allahu do të na ngjall pasi të bëhemi si ky? Pejgamberi alayhis salatu wassalam tha: po, të ringjall ty
dhe të fut në zjarr. Është për të habitur pra prej njeriu që nuk e studion zanafillën e vet dhe u bën polemik thënieve të Zotit. Për Zotin që krijoi gjithçka ekziston, nuk është vështirë të ringjall njerëzit e vdekur. Ai nuk ka nevojë për ndonjë mund a përpjekje, pra sepse mjafton për t'i thënë atij kun, feyekun, bëhu dhe ai bëhet me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Pra ky njeri kundërshtori rrep që përmendim në ajetin 77 është se njeri pra ja kthei shpinën krijuesit vet. Krijesa ja kthei shpinën krijuesit, pra kundërshtori i vetvetes mas pari. Sepse kundërshtoi krijimin e vet. Wa darab lana mathalan, pra ne ju kemi rrahur një shembull i cili do t'ju jap juve mësim për të marrë mësim si njerëz. Nëse këto sene nuk t'ju japin ty mësim, atëherë shkon në servis, sikur kerrët që shkojnë në servis, ose shkon në neuropsikiatri dhe kontrolloj vetveten. Pse ty gjithë këta shembuj të Allahut madhrishëm nuk po t'japin tërbije, nuk po t'japin mësim? O njeri, thirrë mendjes. O insan, thirrë mendjes. Thiri mendje se Allahu të ka kriju dhe tek ai do të kthesh. Sa po punon ti për këtë rrugë? Sa po punon ti në takimin tënd me Allahun subhanahu wa taala? Në takimin tënd me dashuri po e pret këtë takim. Këtë takim të bukur që do të jetë mes teje si krijesë me krijuesin tënd. Sa ne po përgatitemi në takimin ton me krijuesin, me Allahun subhanahu wa taala. Sa ne po përgatitemi. Pra, wa darab, pra na rrehni një shembull, wa darab lana mathalan, wa nasiya khalqahu. Por ai njeri pra, njeri rëndom të shtja, njeri që nuk logjikon, nuk mendon, nuk mediton, e harroi krijimin e vet. Ky zotnia Ubej ibn Khalefa, bet bëhemi kështu na se kjo është ky mikun i plorozur, ai fryti kështu. Pra harroi për çka u të krijua, sa shpejt u zhvillove, sa shpejt u rrite dhe harrove për kohë të tjera. More mendje shkurt, more mendje lehtë. Mendje lehtë? Sufaha, mendje lehtë? Pse mendje lehtë? Pse harrove për çka të tjera. Andaj pra, kjo është arroganca, naudhu bila min hadha, zotëruna për saj. Dhe kjo na tregon se këta njerëz janë mendje shkurt dhe nuk mendojnë gjatë dhe nuk e kuptojnë zanafillën e krijimit të njeriut. Pra, kjo është pej mirësive të Allahu xhaleshanuhu, që njeriu të meditoj rreth krijimit të tij. Pastaj vazhdon ajeti i 79 me radhë dhe thot: Kul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin wa huwa bi kulli khalqin alim. Thuaj, i ngjall ai që i krijoi për herë të parë, e ai është shumë i dishëm për çdo krijim. Pra thuju këtyne njerëzve skeptik, të dyshimt, të trazuar, të hutuar nga mendjemansia, kokfortësia, arroganca dhe prepotenca e tyre, thuju këtyne njerëzve të cilët nuk besojnë në ringjalljen, thuju t'i kthehen zanafillës të krijimit tyne dhe të mendojnë më shumë dhe mos jenë mendje shkurt, sepse me të vërtet janë totalisht në rrugën e gabuar. Janë në çorrsokak pa krye. Prandaj duhet mendojnë më gjatë. Dhe ta kuptojnë zanafillën që të vinë në konkluzionin e ringjalljes. Pastaj, pra, vazhdon ajeti 78, pra, 79 me radhë dhe thot: I ngjall pra ai që krijoi për hir të parë. Pra Allahu i ngjall njeriu dhe pa dyshim të gjithë do të ringjallemi ashtu si kemi qenë për herë të parë, siç thot Allahu në surën El-Kiyame, edhe me majat e gishtrinjve tuaj do t'ju ringjallim juve. Si me majat e gishtrinjve? Sot shkenca kriminalistike ka zbulu dhe përdor në identitetin ID, letër njoftimet, pasaportat,
Për shembull kur merren shenjat e gishtrinëve, është indikator tregues i identitetit një personi të caktuar në bazë të shenjave të gishtave. Pse thotë me moja të gishtave? Do të thotë që do të krijoheni në atë formë siç keni qenë pa asnjë pikë ndryshimi dhe do të jeni pra që për të treguar se për Allahun çdo gjë është e lehtë. Pra i ngjall ai i cili është shumë i dijshëm për çdo krim. Pra është alim. Wa huwa bi kulli khalqin alim. Ai është për çdo krim i njoftuar, se ai është krijuesi i çdo gjëje. I jep urdhën për çdo gjë që të krijohet. Me lejen e tij krijohet çdo gjë dhe me lejen e tij determinizohet dhe përcaktohet çdo gjë. Alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari an-nara fa idha antum minhu tuqidun. Ai që prej drurit të gjelbërt ju bëri zjarrin e ju prej tij ndezni. A keni pa drut, për shembull, lënda dresore që përdoret për nxemje, si dhezet kaftorë, shpërit etj. A ki pa ajo është e gjelbërt, subhanallahu. Kur të sheh njëri gjelbërt thotë s'ka gjasa mudhez, qysh mudhez druni gjelbërt i njom. Mo ato thotë pe druri gjelbërt, drut e gjelbërta, përdoren thotë, i përdoren drurin e gjelbërt si zjarr, pra për mundze, për me zi, për me gatu, edhe për nxemje, dhe thotë e ju prej tij ndezni. Pra e ndezni përdorni në jetën e juaj të përditshme. Druri i gjelbërt, pra, pse druri i gjelbërt? Druri i gjelbërt, sipas disa studiuesve dhe biologëve dhe njerëzve që merren me bujqësi, thuhet se ai druni i gjelbërt është pi drunve special që ndezet zjarri me ta dhe përdoret, pra, nëse i shihni për shembull bungu, ahi, qarri, etj, dru, për shembull, ata janë gjelbrum, janë të mush plot me gjethe dhe vjen në moment i caktuar, thahen, prehen, drejtohen edhe bëhen përdoren për nxemje, ndezet zjarri, nxehet pra shtëpia, përdoret për gatim, për gjitha llojet e ndryshme. Besa edhe druri përdoret edhe për ndërtim, përdoret edhe për tavolina, për karrika, për gjëra ndryshme, kuptohet. Pra përdoret lënda drusore. Pra, ai e bëri, pra, i madhi Allah e bëri. Ti vesh me miell tak, për shembull Nuhi alayhis salam, unë do t'ja tregoj një ngjarje që e kam treguar dikum. Nuhi alayhis salam i mori ato pemë drunin e gjelbërt, i mielli fidanishtet, edhe priti s'di sa vjet, dhe të rriten ato, po priti edhe s'di sa vjet apo drejtuan njerëzit në rrugë drejt. U rritën pemë të bo mdoja rëndej ku mu prej dhe mu bo anija, halo ata nuk besonin, thirë Nuhi ditë e natë në rrugën islame, edhe në fund e boni, pe aty në fidonave të vegjel që i molli, pra i boni anija në formë ovale, edhe me kapak, edhe në formë, ishte si në formë në ndecës, dhe e boni të gatshme, pra, dhe prapa ta s'di sa sheku i kalun, edhe prapa ta nuk besonin që nuk besonin. Por Zoti nuk i do pra popullin valimun, zullumqar, arrogant, etj. Dhe pra ky drum përdor për ndërtimin e anijes dhe për ndërtimin e anijeve, për ndezje, për gatim, për gjitha llojet e mundshme i ka bën i madhi Allah të përshtatshme për ne që i përdorim. Elhamdulillah. Pastaj vazhdon pra ajeti i 81 me radhë dhe thot: E walaysa alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwa al-khalqul alim. Pra, a nuk është i fuqishëm ai që krijoi qiejt e tokën, të krijoi njerëz sikundër që i krijoi ata? Po ai është krijuesi i dijshmi. Pra, për Zotin është çdo gjë e lehtë, mundet të një krijes tjetër me sjell. Siç e krijoi pra qiejt e tokën, mund me kriju edhe njerëz sikundër që i krijoi ata, pra, edhe njerëz, edhe qiellin, edhe tokën, sikur e krijoi, ka kriju njerëzit, e ka kriju qiellin, tokën, hënën, diellin, yjet, gjitha
trupata qiellor, astronomik e tjerë, ka kriju krijesa dukshme dhe të padukshme që i shohim dhe nuk i shohim me sy tanë të kufizuar. Prandaj, për Allahun është e lehtë të krijojë edhe një krijesë tjetër, ta zëvendësoj me ne, ta zhduk krijesën njerëzore, ta sjell një krijesë tjetër. Për Allahun çdo gjë është e lehtë. Pra për Zotin është shumë, çdo gjë është e lehtë. Pra, për si tokën, samawat wal ard, qiejt, tokë, çdo gjë bi kadirin, pra çdo gjë me lejen e Allahut. Bi kadirin ala an yukhlaqa mithlahum. Shumë lehtë ai mundet me kriju diçka ngjashme me ta. Tepër lehtë është për ta. Bala wa huwa al-khalqul alim, pra ai është krijuesi, prap po vim te rezultati, pra ai është krijuesi i dishëm. Pra Allahu është alim, është i gjithdijshëm, është i plot fuqishëm, dija e tij, pra është e gjithdijshme, është. Pra Allahu ka kriju çdo gjë në formën më mjeshtrore, më precize të mundshme. Vetëm atomin po ta shikojmë, për shembull, Allahu që ka kriju atomin, si ndërtohet elektronet, protonet, neutronet e tjerë, që asnjëna me tjetrën s'kan shans asgjë sa teorike mu taku me njëna tjetrën, nuk është rastësike, pra. Se sikur takohej elektroni me protonin, ose me elektronin me neutronin, ose protonin me neutronin, çka do të ndodhte? Kataklizëm vërtet do të ndodhte. Shkatrim në qindra mijëra sekonda, shkatrim kaotik, i tmerrshëm do të ndodhte në tokë. Do të verboheshin syt, do të shkatrojë toka, qielli, hana, dielli, çdo gjë do të prishej, pse se çdo gjë është ndërtuar mbi sistemin e atomit, njësia e atomit, lëvizja e trupave, lëvizja. Pra çdo gjë është ndërtuar fal të madhrishmit, alimit, Allahu të dishëm, që është i vetmi, i gjithdijshmi, Allah, që ka kriju në formën më të bukur, dhe ka ndërtu dhe konstruktu dhe dizajnu në formën më të bukur, në formën më të mirë. I madhrishmi Allah, për cilin është shumë e lehtë me kriju, e shumë e lehtë me ringjall, me rikthy prap, me kthy apet, me kthy. Shembull, ju e dini ngjarjen e Lukmanit. Lukmani po vdes 100 vjet, pra po rrin ashtu në gjumë, pra, po rrin në gjumë 100 vjet. Mas 100 vjet i del gjumi, ka ndryshuar çdo gjë, konfiguracioni, rrotullti. Vetëm eshtrat e gomorit po isha që kanë mjet. Subhanallah, për Allahun shumë e lehtë. Pastaj ashabul kefi wal rakimi kanu min ayatina Allahu në Kur'an. Janë pishëve tola. Herë rrotulloheshin krah gjatë, herë të majt. Pse rrotullimin në këtë rast? Rrotullimi është lënë pe anës Allahut, mirësia e Zotit. A ke pa në gjumë njëri, nëse e dini, shkencëtarët kanë thonë që njëri rrotullohet disa herë brenda natën në gjumë, herë krah gjatë, herë shmajt. Pa vetë dije, por Allahu e ka lënë si urtësi ato. Pse nëse nuk do të rrotullohej njëri gjatë natës në gjumë, do të kishte bllokim muskular në trupin e njerit ose të damarë. Allahu na ruaj dhe do të vete drejt një shkatrimit mundshëm të organizmit. Zoti na ruaj, pra ka lënë Allahu urtësi në çdo gjë, la hawla la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Nuk ka forca as fuqi më të madhe se i madhi Allah, Zoti i gjithësisë. Pra ajo pe ashabul kefi që qëndruan 300 sa vite me radhë, aty është një shembull për ne që për Allahun është çdo gjë e lehtë. Kur donë e vdes njeriu, e ringjall, e kthen prap, e ringjall, e kthen prap. Për Allahun çdo gjë është e lehtë. Edhe sikur du thotun, sjell edhe një krijesë tjetër të re, ju zëvendësoj juve me një tjetër. Për Allahun është e lehtë. Prandaj ne duhet të shprehim falënderim të madh te Allah. Ti bëjmë dhikër pa ja nda. Ta përmendim atë shpesh. Pastaj vazhdon pra ajeti 82 me radhë dhe thot: Innama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Pra kur ai dëshiron ndonjë send me bë, pra emri i Allahut, urdhri i tij është vetëm ti thot kun, pra bëhu, fayakun, vaj bëhet me lejen e Allahut. Mjafton Allah.
tap, edhe ajo kryhet me lejen e Zotit. Kjo është fuqia e madhe të Allah. Të plot fuqishmit Aziz, pe emrave të tij, pra i plot fuqishmi Allah. Pra innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Çka don ai? Arada shay'an. Shay'an është send. Shembull fjala send, shay'an në arabisht send do të thonë shumë send. Çdo send, çdo gjë e mundshme çka ndoshta por as truni ynë i kufizuar, as mendja jon, as imagjinata jon më shturën e një piktori që mund të përmendin këtu Michelangelo, Leonardo da Vinci, Onufrin, piktor të njohur botëror që njihen, ose Kodik, ose njerëz që kanë bërë piktura madhështore, që kanë dizajnuar gjëra shumë artistike dhe të artit lartë, që i kanë skicuar ato. Nuk kanë mundësi me qatë shejën, pra qatë shejën, qatë sendin, pra nuk kanë mundësi me vizatu ose me imagjinu, imagjinat, me prodhu, me zbulu, me nxjerr diçka, s'kan mundësi çka Allahu mundet me kriju. Jo, imagjino, pra nas mujmë me vizatu që ato çka Allahu mundet me kriju. S'po them ato çka mujmë me vizatu, sa ajo krejt krijohet, po edhe ato çka nas mujmë me vizatu, Allahu mundet me kriju. La ilaha illallah. Ky është Allahu sovrani, i gjithë fuqishmi, i plot fuqishmi Allah. Pra, ai ka fuqi të madhe. Edhe prap njëri atë falna mos të falna. Subhanallah. Ja ku kiran, çfarë binomi këta. Në çfarë gjendje dëshpëruese këta. Atë falna mos të falna. La ilaha illallah. Sikur ta dinin besimtarët çfarë vlere ka namazi sabahut, do të shkonin duke u zvarritur zvarr për të shku me fal namazin e sabahut në xhami. Subhanallah. Je i lidhur me Allahun. Kurse në namaz dikush hin namaz, është i lidhur me Sovranin, me Allahun subhanahu wa taala, i cili është krijuesi çdo gjëje. Ala kulli shay'in, pra çdo gjëje të mundshme. Prap, edhe pse është i lidhur namaz, ku me ditë ku i ka çu met atje. Që tërkon këtë jashtë namazit. Jashtë në dialog me Allahun, para Allahut të qofshim fal, që duhet të rridhen këmbët dhe trupi dhe zemra duhet lidhet direkt me Soranin. Ai ku me ditë ku i ka çu mendjen dhe zemrën që tërkon ka. Ky nuk është namaz për ty. Namazi duhet jetë përkulje shpirtënore, jo vetëm përkulje fizike. Namazi duhet jetë edhe përkulje shpirtënore. Prandaj kënd nuk e rregullon namazi, e shëmton namazi. Namazi nuk është zbukurim as në muzeum për të parë të tjerë se ti po falesh. Namazi është lidhja jote me Allahun që ka krijuar çdo gjë. Alladhi khaliqu kulli shay'in, pra Allahu është krijuesi çdo gjëje. Dhe për të është shumë e lehtë çdo gjë mu kriju. Inma amruhu idha arada shay'an, pra kur donaj me bë emën për diçka, çdo send, ala kulli makan wa ala kulli zaman, pra çdo vend, çdo kudo që të jetë. Allahu ka jam. Allahu ka fuqi. Allahu e ndau detin për Musa alayhis salam, për pejgamberin e tij. Allahu e ndau hanën për pejgamberin alayhis salatu wassalam. Allahu e zbriti sofrën Maide, sofrën e zbriti për Isa alayhis salam. Ky është Allahu subhanahu wa taala. Allahu edhe për ty si njeri ta dha shpirtin, mendjen, zemrën, dha shumë sende të mira të cilat e shfrytëzon jetën tonë të përditshme. Allahu dha ujë, Allahu dha mirësi, Allahu dha familje. Atij që s'kishte i dha familje, i dha fëmijë, atij që s'kishte. Edhe ai që s'ka, pastaj thot: "O Allah, ma mundso që të kem." Allah i dha shumë të mira, ti pak e feleja shkurun, pra. A nuk po falenderoni? Falenderoni, Allahu do t'ja ushtoj të mirat. La in shakartum la azidannakum. Do t'jeni pe falenderuesve, unë do t'ja ushtoj të mirat. Falenderoni, unë ja ushtoj. Falenderoni, unë ja ushtoj. Pse nuk falenderon? Pse bëhesh analfabet
pse bëhesh i varfër, pse bëhesh keslanun, pse bëhesh përtac, mos për ta. Falenderoj Allah. Pra i lartë është Allahu. I lartë është Allahu për të çdo gjë, mjafton ti thot kun fe yakun bahu dha ya bahat. Pastaj ajeti 83 me radhë thot fa subhanalladhi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. I lartë është ai që në dorën e tij është pushteti mbi çdo send dhe vetëm te ai ktheheni. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayhi turja'un. Pra çdo krijesë do ta shijojë vdekjen dhe kthimi juaj është padyshim tek ne. Pra i lartë është Allahu. Fa subhanalladhi, i lartë është Allahu, subhanallah, i lavdëruar është Allahu. I lartë është Allahu. Fa subhanalladhi bi yadihi malakutu kulli shay'in. Pra fjala shay'in, pra çdo sen. Pra i lartë është ai që në dorën e tij është pushteti mbi çdo sen. Çdo sen e ka në kontroll i madh Allah. Edhe prap ti nuk po mendon rreth kësaj. Që të kthehesh në përmirësimin e vetes tënde. Dhe vetëm ai tek ai do të ktheheni. Prap e përdorja të shprehjen. Sillu, pshtillu, shkon as gjath as majt as poshtë lart, te Allahu kemi u kthy prap se prap. Te Zoti kofshin fal. Prandaj të lutemi së bashku që të kthehemi tek Allahu të pastërt me vepra shumë të mira, me vepra që bëhen vetëm për hir të tij. Të lutemi Allahut që Allahu na mëshiroj se mëshira ka te i kalu hidhrimin e tij. Rahmani, mëshiruesit na mëshiroj dhe të na fal neve dhe mëkatet tona, se sikur ta bënte Zoti të vinin era mëkateve tona, do të vdesnin njerëzit rrotullnesh pe erës së mëkatit ton. Prandaj ta lutim Allahun shumë, na fali madhe Allah. O Allah na fal, o Allah na drejto, o Allah na uzo, o Allah na përmirëso të gjithëve. Dhe na bëj prej robëve që të bindemi në ty, të bindemi ty dhe të nështrohemi me dashuri dhe të kemi shpresë tek ti, sepse ti je ai i cili ke dhënë premtim për ne dhe ke garantu nëse na ndjekim udhën tënde, ti do të na shpëtosh dhe pa pikë dyshimi ka dhe flehel mu'minun, kanë me shpëtu besimtarët. Kanë me shpëtu besimtarët, të cilët janë të kujdesshëm me fjalët e tyre, me punët e tyre, me namazin e tyre, me veprat e tyre, me sadakën, me zakatin e tyre, me familjen, me nan, me bab, me vlla, me motër, me vetveten e vet, me shëndetin e vet, me kohën e vet, me jetën e vet, me namazin, me adhurim, me ibadete, me gjitha janë të kujdesshëm dhe i shprehin Allahut lavdërim, sepse tek ai e kanë kthimin pa pikë dyshimi. Pra, erdhëm në përfundim të surës Yasin, që ndryshe quhet pra zemra e Kuranit, dhe i madhreshmi Allah ka dashur me na tregu përmes kësaj kapitine se si duhet mu ndërtu jeta e një besimtari që mu përgatit për vdekje. Se si Allahu xhaleshanuhu i ruan robët e vet. Se si kjo zbritje është zbrit Muhamedit, pra ky Kur'an, është zbrit Muhamedit alayhis salatu wassalam. Në këtë sure Allahu xhaleshanuhu na tregon për dënimin që ju vjen atyre që bajnë qafirllëke, që bajnë poshtërsi, se si do të penalizohen. Na tregon për ata të cilët janë të mashtruar shumë dhe janë të fundosur dhe nuk shohin edhe pse kanë sy. Na tregon për ata njerëz të cilët do të jenë në mëshirën e mëshiruesit dhe do të hyjnë në xhenet. Na tregon për popullin, për fshatin, për ata pejgamber që erdhen dhe për atë djaloshin i cili sakrifikoi dhe vdiq për Allah dhe po lutej prapë edhe pse e mbytën, lutej për popullin e vet. Na tregon se si shumë pejgamber u vran, u maltretuan, u keq trajtuan. Na tregon se si i lartë është Allahu, i patmeta është ai. Na tregon se si dielli dhe hana dhe çdo gjë u thon kufit e vet.
na tregon për diellin, për hanën, për qiellin, për njerëzit, na tregon për argumentet e të madhit Allah, na tregon për frikën, dashurinë, na tregon se si të japim, të bëjmë namaz, na tregon për ditën e Kiametit, për fyrjen e surit, për ringjalljen, na tregon për drejtësinë e të madhit Allah, na tregon se Allahu ka forcë dhe fuqi për çdo gjë, na tregon se si Allahu krijoi shumë gjëra të mira për ne, na tregon se si Allahu na krijoi edhe ne, na tregon se si nuk duhet t'i bëhet shok Allahut, po duhet të adhurojë i madhi Allah. Koncepti i adhurimit, pra qëllimi i ardhjes tonë këtë jetë është cili me adhuru të madhin Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, pra nuk i kam krijuar gjin dhe njerëzit për tjetër se të më adhurojnë mu. Të adhurojmë Allahun, pra mos i bëjmë shok atij. Të mos i ndëgjojmë pra fjalët e atyre njerëzve mendjelehtë. Të na tregon rreth krijimit, pra ringjalljes, na tregon pra për besimin, na tregon për fuqinë e madhe që i ka i madhi Allah, dhe në fund, përveç se na tregon se çdo gjë ai pra ka fuqi, në fund na tregon se në fund prap keni më kthy te unë. Mos u mërzitni pra te unë prap se prap keni për të kthy. Subhanallah, 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 sa mesazh të madh ka kjo sure. Vallahi sa mesazh të madh ka kjo sure. Sistem të përkrym, pra, për islamin, për imanin, për ihsanin, për ringjalljen, për krijimin, për urtësinë, për gjitha këto janë të përmbledhura në zinxhirin dhe në zemrën e Kuranit që ka emrin Surja Yasin. Surja Yasin është shembull dhe model për t'ju treguar besimtarve se si duhet ndërtu me një arkitekturë të bukur për syrin e jashtëm dhe të brendshëm. Pra për njerëzit që i shohin gjanat jo vetëm në spektrin si përfaqësor, por edhe në spektrin përmbajtësor, jo vetëm në aspekt në dimensionin e dukjes, por edhe në dimensionin e asaj që nuk duket, që është në brendësi, jo në dimensionin e të pamurit, por në dimensionin pra e të brendshmit parit me syrin e jashtëm dhe të brendshëm. Pra, ata që i shohin gjërat me dy sy, jo vetëm me një sy, se me një sy vetëm qërë me kanë, po me dy sy, me syrin e jashtëm edhe syrin e brendshëm. Pra, vahir u batin. Pra, i shikojnë gjërat jo vetëm në aspektin material, por edhe shpirtnor. Nëse në një njeri nuk ka shpirt, ai iman nuk është njeri, sepse vetë njeriu është shpirt. Dhe këto shpirt ai ka kriju i madhi Allah. Dhe kthimin e kemi pra në fund, siç treguohet pra në surën Yasin, kthimin e kemi te i madhi Allah dhe lutim Allahun që kthimin ta kemi të sigurt dhe na bëj Allahu kthimin e lehtë dhe të na falë se me të vërtet kemi gabime shumë. Na falë i madhi Allah se kemi gabime shumë. O Allah na fal, o Allah na udhëzo, na drejto. Drejtoj popullin tonë, na drejton neve. Drejtoj gjithë besimtarët kudo që janë dhe pra me kaq që përfundojmë këtë ligjëratë të sotme duke lutur Allahun subhanahu wa taala që të na fal gabimet tona. Të gabosh pra është njerëzore dhe është e mundshme që njeriu të gabojë. Kërkojmë falje Allahut subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum. Mund të bëjmë një pauzë të shkurtër, pastaj të themi pyetje përgjigje, pra edhe një herë selam aleikum. Patjetër të akoma të shkruani pyetjet tuaja tek rubrika kontakt në radiojetaIslame.com. Hoxha i nderuar, ne fillojmë pra së bashku me leximin e pyetjeve dhe pyetja e parë ose porosja e parë që na ka ardhur duke na përshëndetur me selamu aleikum, të ju dëgjova thot me shumë vëmendje të herë emisionin dhe ishte një emision interesant me një ligjerim të mirë nga hoxha, por desha t'i bëj disa pyetje. Thot se në akşam falet farzi para sünnetit. A ka ndonjë argument
për këtë, do thotë na ka bërë pyetjen e parë, mandej do të vazhdojmë duke lexuar pyetjet e tjera edhe duke i marrë përgjigjet rrafëzin një nga një. Po edhe një herë fal, pse cile? Ka do thotë pse në akşam falet farzi para sunetit, a ka argument për këtë? Sa i takon kësaj pyetje, normal se ka argument për arsye se në udhëtimin e Muhamedit alayhis salatu wassalam në Isra dhe Miraj, kur i tregohet Muhamedit alayhis salatu wassalam për faljen e namazeve, i shpjegohet se si janë falja e namazeve, pastaj këto janë rregulla që i ka vendos, pra, që i kanë vendos Muhamedi alayhis salatu wassalam, por edhe medhhebet e caktuara dhe mësimet në fikun sunne, ka hadithe transmetime që pejgamberi alayhis salatu wassalam nuk ka fal sunete para akşamit, ka transmetime rivajete që nuk ka fal sunet para akşamit, por ka hyrë direkt në farz dhe mas farzit i ka fal 2 rekate sunet. Pra ka argumente për këto. Edhe xhumhuri, shumica e transmetimeve të haditheve kanë ardhur se rivajeteve transmetimeve kanë ardhur se sporin në akşam duhet fal 3 rekatet, pra farz, pastaj 2 sunet. Pra këto janë rregullat të cilat janë vendos shumë kohë më parë nga ulemaja xhumhuri, por edhe nga falja e Muhamedit alayhis salatu wassalam, xhumhuri, pra shumica e xhumhurit, pra ulemas, kanë thënë se kjo është pra pe rregullave të cilat janë vendos pra në akademi. Mirë, ne patjetër do të vazhdojmë me të gjitha pyetjet që kanë arritur, por një që ndërlidhet do thotë me këtë që pyetjen e parë do thotë që e lexuam, është a ka ndonjë argument të veçantë, sepse unë kam dëgjuar që nëse do thotë momentet kur bëhet kiameti do të jetë pas akşamit dhe para yatsis. Po, është edhe ajo transmetim, do të thonë që mendohet që kiameti do të bëhen, do të thonë natë kohë, edhe është mirë që të falet farzi, do të thonë, mirë po ka dhe hadithe transmetime tjera që flasin që duhet se është koha kur ndrohen edhe me lajke, do të thonë atë pjesë kohor pe ikindis din akşam, edhe është mirë që të falet direkt farzi pastaj suneti, jam kupton. Sepse farzi ka thonë pra siç transmetohet në një hadith kutsi nga Muhamedi alayhis salatu wassalam, thotë që falni farzet apo kryeni farzet, obligimet, sepse farzet janë kufi të Allahut dhe mos i te i kaloni ato kufi. An kupton? Edhe patjetër se këto janë namazet të cilat janë namazet me ndikim, sigurisht se atëherë është momenti normal, edhe kjo është argument. Mirë, po ka edhe shumë argumente tjera të cilat janë determinizuar nga ulemaja dhe xhumhuri islam. Po të lexoni fikun sunne, apo po të lexoni fikun ibadat, po të lexoni pra fikun e ulemave, fakihëve të njohur, shumica janë rënë dakord se ka shumë transmetime, ka shumë rivajete. Po të nalemi në Sahih Buhari, Muslim, Tirmidhiu, Suneni Abu Davudit e tjerë ka me 10 hadithe që tregojnë se duhet fal spori farzi pastaj. Këto pra janë argumente, që janë thënë nga ona Muhamedit alayhis salatu wassalam. Po, mirë, do të vazhdojmë me një pyetje të dëgjuesit të parë që na shkruajti, do të thotë që mos të mbesemi vonë, thotë kombeti. Po. A e humbë thotë shpërblimin e dhikrit në rast se ngrihemi në këmbë pas namazit dhe e bëjmë dhikrin në këmbë. Do thotë a humbet shpërblimi i dhikrit dhe sigurisht a ka ndonjë rast specifik që arsyetohet do thotë dhikri në këmbë. Dëgjoj, sa i takon dhikri ka shpërblim, kuptohet, ka shpërblim kudo që bëhet, sigurisht kudo që bëhet kuptohet, nuk bëhen vende që
shembull në vende ndalume, mirë po bëhet nëse bëhet kam ose ulur, nuk ka ndonjë rëndësi kush e di se çka. Mirë po, dhikri ka vlerë shumë të madhe nëse bëhet me xhamat. E para, kur je në xhami. E dyta, dhikri është mirë që të bëhet çat moment se thuhet në rastin kur njeriu lidhet namaz. Përfundon namazi, bëhen dhikri, doat e ato gjitha që i bëhen, pra si i bëhen ne në xhamit tona në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Majgjan. Për shembull, kur bëhen dhikri, thuhet me lajqet, bëjnë dua për robin e Allahut. Pej momentit që hin xhami dhe hin namazet deri si del pe xhami, bëjnë dua për ta. E kështu që ka se vap shpërblim shumë të madh me i bën dhikrin sa je ulur namaz, pra sa e kryen namazin, i bën duat, e bën dhikrin, i bën duat, pra i kompleton krejt. Ka shpërblim shumë më të madh. Për arsye se kur të lëviz shpejt i vendi, edhe të shkoj shkam edhe të hecësh rrugës të bën dhikrin, edhe rrugës ka se vap që pe bën dhikrin, që pe përmend Zotin, sepse ela bi dhikrillahi tatma'inul qulub, thot Allahu në Kur'an. Me të vërtetë me përmendjen e Zotit akomodohen, qetësohen zemrat. Dhe sigurisht pra ka shpërblim, mirë po shpërblimi është diqysh më i lezetshëm, më i këndshëm kur bëhet momentin që je në namaz. Edhe derisi përfundon namazi, pra, se edhe vet namazi është dhikr. Se në namaz ti po thuaj subhana rabbiyal ala, subhana rabbiyal azim. Pra vet namazi është dhikr. Ka shpërblimin më të madh kur njëri e bën kur është gjatë perimetrit që është duke fal namazin. Një pyetje e radhës që në këto momente do të kemi marrë nga një dëgjues është ka të bëjë me çështjen e ilahive, thotë i nderuar hoqë si është e mundur thotë që këto ilahi të cilat po i dëgjojmë thonë se janë pa instrumental, ndërsa në prapavi kanë instrument. Thotë unë si njohësi mirë i kësaj çështje, thotë kam vërejt thotë që shumica ilahive të kënduara nga Adem Ramadani e shumë të tjerë thotë kanë instrument në ilahit e tyre. Më falë kush e bën këtë pyetjen? Nuk është anonim, a? Aha. Këtu nuk shoh emër të paktën, mbase nuk ka. Të paktën nuk po shoh emër, nuk e di. Nejse, po sa i takon kësaj prapavis apo backgroundi që quhet prapa, kjo është muzikë, është e vërtetë që është muzikë, sepse kjo është e vërtetuar se është instrumental, muzikor. Mirë po, tashi si është bë kjo jeta jonë e përditshme, si janë bë ca gjëra në ditët e sotme, janë bë komercializëm i madh, e kupton edhe subhanallahu. Shumë njerëz për shembull thonë kjo nuk ka muzikë, po në të vërtetë ajo është muzikë. Prandaj Allahu na fal, sepse shumë njerëz thonë jo, kjo është haram, kjo s'është haram, kjo kështu, kjo ashtu, dohen mendime ndryshme. Ulemaja xhumhuri dohen mendime ndryshme. Sa i takon kësaj propavie, kjo propavi është muzikore, edhe do të kishte qenë mirë me hek krejt këtë propavi dhe me lënë veç zonin e njerit. Për ata, do të thonë që janë dakord dhe janë shumica mendimit se ne e dim çka thot Muhamedi alayhis salatu wassalam për muzikën, çka ka reagu Muhamedi alayhis salatu wassalam, mirë po shumica prej nesh nuk e dim se çka është quadriviumi. Kur diku i thamu çka është quadriviumi, që ka dietar islam që e shpjegojmë quadriviumin. Quadriviumi është është triviumi, quadriviumi. Trivium është shkenca e treshës, që është logjika, retorika edhe gramatika. Triviumi. Quadriviumi është logjika, gramatika, aritmetika, astronomia, muzika. Quadriviumi është kjo. Kjo është shkenca e astronomisë, shkenca e metrikës dhe gjeometrisë muzikore, sepse muzika është në kohë dhe në tempo dhe në hapësirë. Muzika është me tempo, është me nota, me gjeometri. Dhe për shembull muzika ne e dim shumë mirë se shumë njerëz thonë muzika është haram, është kështu, është ashtu. Muzika ka efekte shumë të fuqishme tek njeriu. Prandaj shumica e dietarëve kanë thonë se muzika është e dëmshme
edhe kalon haram. Pse kalon muzika në haram? Kalon haram se ajo është shumë emocionale, shumë dikuese dhe të bën ty me harron dhe me dash më shumë muzikën. Edhe tash kur ti e don më shumë muzikën dhe harron fjalën e Zotit ose krijimin e Zotit që është zoni i njerëzit, edhe mashtrohesh mas instrumenteve apo veklave, telave që ka marru dora artificiale e njerëzit, atëherë kalon haram. Pse kalon haram? Për arsye se ajo po të keni pa për shembull disa arrin deku me pre venat e durt e arrin mu zhyt në atë botën, pse jemi në dimensionin e quadriviumit, ha? Pra, në quadrivium qëndrojnë njerëzit e lartë, qëndrojnë arti, qëndrojnë gjanat që janë shumë të nalta. Mirë, po çka është shumë e lartë, duhet kemi kujdes të mos mashtrohemi pe saj. Se keni pa njeriu kur arrin shumë mençuri, unë do t'ju tregoj një rast të Ebu Hamid el Gazalit. Jo Muhammed el Gazalit, po Ebu Hamid el Gazali është i pari, pra i vjetër, i moçmi. Ka qenë shumë i vjetër, ka qenë poliglot i vërtet. Poliglot do thotë shumë gjuhë ka njoft, ka qenë shkencëtar i kalibrit botror, universal. Dhe ai tregon në një rast shumë interesant. Ai është zhyt në filozofi, në matematikë, në gjeometri, astronomi, ka hinë në detaje, saqë ka hinë në debate shumë të rënda filozofike, saqë ka dalë pe sistemit të besimit. Edhe çka ka bë, o Zot ka thënë falem. Pse? Ka rrit shumë dituri të mëdha, shumë dije sa kanë menduar se ka qenë një farkue, një lloj teoreme apo aksiome ta quajmë ashtu, që është quajt ilmu yakin. Ilmu yakin është, për shembull, që dikush mendon që ka arrit supersticion, ka arrit diçka shumë nalt në dituri, ka arrit shumë higher, pra, shumë lart, ka arrit në dije. Mirë po, kur vjen të një analizë e thukt, e koncize, pra, kur dojnë të nxjerrim ajkën këtij problemi, çka ndodh? Ndodh ajo që njeriu mos të mashtrohet, sepse ne e shpjegojmë në surën Yasin, fjala alim. Pra, kush është alimi? Alimi që ka kriju universin, infiniti, pra, është Zoti Teala. Është Allahu subhanahu wa taala. Kështu që pra, pse kanë arrit shumica e dietarëve dhe kanë thonë se është, domethënë, shumica kanë thonë që është e ndalueshme muzika. Pse kanë thonë e ndalueshme? Se është quadrivium, është diçka shumë e rëndë dhe nuk mundet gjithkush mu marrë me këtë problem. Edhe ata që merren, shumica prej tyre bin grackën e këtij problemi, pra mashtrohen dhe hutohen pas muzikës. E kjo prapavia që bani ky dëgjuesi, të cilit dëgjues është për t'i dhënë dorën këtij dëgjuesi, për arsye se ky bani një pyetje plotësisht me vend, një pyetje e cila është bën komercializëm kohët e fundit, që shumë musliman qesin ilahia me prapavia dhe thonë, jo, kjo nuk është me muzikë, po në vërtet është me muzikë. Edhe kjo jep me kuptu që duhet kemi kujdes, edhe mos ta ngatrojmë krypen me sheqerin, sepse krypa është kryp edhe sheqeri është sheqer. Patjetër, ju kuptuam përgjigje, me qenë so interesuat kush ishte, unë tash tek letrat do thotë në sajtin e radios e pash do thotë emri dhe është Andini. Aha, po. Edhe është interesant ti bashkangjisi me dhënë një pyetje si staf i radios të paktën unë, me qenë se çdo mbrëmje jam me prezantim me të gjithë xhallarët që janë këtu mysafir ose që janë pjesë e ligjërimeve në radio, çka sugjeroni, cilat ilahi të lejon e cilat të hiqen, sepse unë e di personalisht çështjen e padit, shumë njerëz e njohin muzikën, do thotë muzikën edhe që din se si punohet në miksimet edhe mixtaget që bëhen në për studio ndryshme, padi është muzikë. Padi është muzikë, padi është ajo që i përcjell të gjitha ilahit me ajo është pad, që quhet muzikë pad, edhe është muzikë. E nëse bëhet pa të, atëherë është domethënë purë zë i pastër i njeriu që nëse ndalet ai zë nuk jetë asnjë frem i muzikës ose asnjë frem i zërave të tjerë. A në momentet që ndalet zëri për shembull i ilahive që kanë pad, vetëm mbetet ajo si baza e muzikës, baza muzikore që në muzikë kush e njeh muzikën quhet pad. Po, është shumë e vërtetë ajo që thoni ju. Dhe sigurisht që
Pra ja ku po dalim tek ajo që e diskutuam deri tani. Pra, padi, pra nëse bëhet e papat, del tamam pura zëri i njeriu. Unë me që u hap kjo temë, du të tregoj edhe një gjë shumë interesante për Davudin a.s. Ndoshta shumë dëgjues nuk e kanë ditë, por le ta mësojmë së bashku. Davudi a.s. Davudi a.s. kemi problem me lidhje. Pra Davudi a.s. kishte një zot të shkëlqyshëm dhe thuhet se kur ka këndu Davudi a.s. janë kënaqë edhe kafshët të cilat kanë dëgju rrotull, po edhe njerëzit, po edhe të gjithë, sepse ka pas një zot të mrekullueshëm, një zot shumë të bukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pra Zoti është përbleft për këto pyetje që i bat.